Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disa njerëz të cilët dëshirojnë me pyet për disa çështje fetare, mësile caktuar të fikut, nganjëherë ndodhet që me pyet ndonjë hoxh, më ia dhon një përgjigje. Ndoshta me ndigju për një hoxhës tjetër një përgjigje tjetër. Ndoshta ndodhet edhe me hutu ata njerëz për shkak të këtyne përgjigjeve të ndryshme dhe në vetveten e tyre mundën me pyet. Pa ka mundësi që brenda fikut me pas mundësi me pas më shumë se sa një mendim. Dhe pse kjo më ndodh, ndërkohë që Kurani dhe Suneti është i njëjtë. Kurani është i njëjtë, Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pse ndodhin këto çështje? A është në rregull kjo? A janë të arsyetuar këta dietar të cilët kanë mendime të ndryshme? Bile disa të tjerë për shkak të paditurisë, dikush ndoshta për shkak të fanatizmit ndaj hoxhës, ndaj medhhebit caktuar ose ndaj një çështje të caktuar, mundet edhe me marr për zemër dhe pastaj kur debaton me dikon tjetër ose fol me dikon tjetër prej muslimanëve i cili ka pak një mendim ndryshe në çështjet e fikut, atëherë mundet edhe me akuzua tjetrin edhe me thonë se s'është e mirë kjo që e këtë mendim që e ti nuk është në rregull, ky mendim është në kundërshtim me Kur'anin apo Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mundet kjo pastaj që me nxit përçarje, mundet me shkaktu përçarje, me mbjell urrëtie. Kjo vjen si ose për shkak të paditurisë, ose për shkak të fanatizmit, ose pasimit të epshit, egos, unit, dëshirës, që quhet hawaja, e shkaqet e tjera që do të vinë me lejen e Allahut azza wa jall. Prandaj kemi nevojë me kuptu mirë këto çështje për të cilat dietarët kanë mos pajtime ndërmjet tyre. Është fjala për çështje veprore, çështje të fikut, çështje të ndryshme të pastërtisë, së namazit, apo edhe çështjeve të tjera të kurorëzimit, shkurorëzimit, e kështu me radhë, çështje të transaksioneve kështu me radhë. Kemi nevojë pra me kuptu mirë dhe me kuptu ato shkaqet se i kanë shtyr dietarët që të kenë mendime të ndryshme. Dhe me dalë me një përfundim se a është në rregull, a është e mirë kjo apo nuk është e mirë, a vjen kjo ndesh me ato citatet që kanë ardhur në Kur'an edhe në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilat Allahu azza wa jall urdhëron që të jemi të unifikuar. Urdhëron për më bashku dhe ka ndalu Allah azza wa jall që të përçohemi në mes vete. Kjo është një gjendje. Për këtë arsye edhe kjo seri do të jetë me lejen e Allahut azza wa jall në trajtimin e këtyre çështjeve që janë shumë të rëndësishme, por këto mos pajtime mund të ndodhen edhe në jetën e tonë të përditshme. Jo për shkaqe fetare, mirë po për shkaqe të tjera. Për shembull, dikush e përkron një parti caktuar politike. Është militant i një partie caktuar politike. Tjetri është militant i një partie tjetër politike. Dhe ndodh shpesh që me pas mos pajtime, mos marrëveshje, bile edhe kjo me shkaktu përçarje të mëdha brenda ndoshta edhe familjes. Një vëlla, për shembull, me pas një mendim pak më ndryshëm, me përkron një parti politike, ai tjetri e përkrah një parti politike dhe pastaj me ndodh zënka e përçarje e me shkaktu edhe që mos me fol njëri me tjetrin, bile edhe me shoh njëri tjetrin edhe pse të një familje janë të dy të një besimi, të dy të kanë shumicën e çështjeve të njëjta, mirë po, domethënë për shkak të fanatizmit, për shkak se janë militant të caktuar e që në raste të caktuara për shembull dikush mundet me konë se përkrah një dikon për arsye se ka interesa personale. Dikush tjetër vetëm është militant ashtu, që nuk mundesh me kuptu pse e përkrah atë në mënyrë të verbër. Pastaj e gjejmë pas një kohe se ai personi, domethënë është kthy, është zhgënjy. I ka dhënë zor në fillim për një çështje ose për një person, më vonë është kthy, është zhgënjy dhe thotë kom gabu. Ku met ai afar vllaznillaku, ku met uniteti, ku met ato fjalë që ja kanë thonë njëri tjetrit, me cilën ndoshta e kanë akuzuar, e kanë thy, e kanë ofenduar, edhe domethënë çështje të ngjashme.
aja e cila bën që edhe ma shumë mundez fitili i përçarjes, i mosmarrëveshjeve sot ndërmjet njerëzve, qoftë ndërmjet muslimanëve apo edhe ndërmjet domethënë vëllezërve të ndryshëm të një familje ose babës me djalin ose dajës me nipin e kështu me radhë, është edhe gjendja e këtyre medjave të cilat në rënd të parë medjave sociale, për shembull. Mediat sociale e kanë dhënë mundësinë gjithkujna me shkru, me dhënë mendime, me komentu dhe secili tash është i cili e qet vetveten e vet e fotografon ose e qet audio ose bën një video ose bën një shkrim ose bën një koment rreth një çështje të caktuar dhe kjo pastaj nxit përçarje, se si shkon as dëmin as dobin, as nuk e din se çka është ndoshta të bë fjalë, mirë po në mënyrë të verbër flet për diçka, dije pa dije. Për këtë arsye, kjo ka bërë që shumë njerëz me pas polarizimin mes tyre, se më përpara para 20 vjetë, nuk kanë pasur njerëzit po diume ose mimbere ku mi shpreh mendimet e tyre. S'kan pas mundësi me dalë në televizion. Kanë qenë për aty në njerëzve, domethënë që nëse kanë pas ndonjë mendim, kanë pas mundësi me debatu ato me shokët e tij, me kolegët e tij ose me dikon tjetër. Mirë po, rasti dhe mundësia që secili me shpreh mendimin, dije pa dije, me urtësi pa urtësi, me emra të vërtet, me emra të rrem, me ebu fulan ose me diçka të ngjashme, këto domethënë ja kanë pas kanë vërë edhe po shkaktojnë domethënë përçarje, po nxisin përçarje në mes të muslimanëve. Dhe ti nuk e din nganjëherë se çai person i cili ka shkruar diçka ose ka postuar diçka, a është infiltruar, a është person i cili është naiv, i cili flet me një çështje të caktuar dhe duhet gjithsesi me pasat mendimin e vet, me dhënë mendimin e vet rreth një çështje të caktuar dhe pastaj edhe me akuzu të tjerët, sidomos dietarët, e hoxhallarët, e njerëzit e dijshëm me akuzu ata se ti nuk merr vesh, ti e ki këtë qëndrim që s'do të më pas këtë qëndrim e kështu me radhë, domethënë kjo është një prej atyre sebepeve që shpesh njerëzit bëjnë ose gjejnë kanë polarizimin mes tyre, sidomos kur vijnë rastet e zgjedhjeve ose rastet e ndryshme, domethënë të jetës së përditshme kur ndodh ndonjë ngjarje e madhe, për shembull kur ndodh ngjarje e madhe ose në vendin tonë ose në vende të tjera. Prandaj kemi nevojë me trajtu çështjen e diversitetit, çështjen e mendimin ndryshe, çështjen e përçarjes, çështje të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me jetën e njerëzve, në jetën e tyre të përditshme, në mënyrë që me kon sa të unifikuar, me kon sa më të me pas unitet, me kon të bashkuar dhe mos me kon të përçar, sepse edhe Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë porositur kështu. Natyrisht ka gjëra për të cilat njeriu edhe me pas një mendim tjetër, për shembull, edhe me mbrojt atë mendim, nga se është mendim i cili ka të bëjë me bazat e fesë, me çështjet e akides, atëherë i takon atina. Mirë po, në shumë raste të ndryshme ka njerëz të cilët bëjnë debat rreth një çështje që nuk ka kurfar vlere. Dhe pastaj përçohen, ndahen edhe largohen nga njëri tjetri, ja kthejnë shpinën njëri tjetrit vetëm se ai ka një mendim ndryshe, ai ka një mendim ndryshe. Çështja e parë që duhet me trajtu është se ky diversitet, mendimet të ndryshme që ekzistojnë mes njerëzve, a është diçka e cila është e natyrshme apo është diçka që nuk është e natyrshme? Në qovë se kthejmë në ajete kuranore edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë se në esencë Allahu Azza wa Jalla ka krijuar njerëzit të ndryshëm, nuk janë të gjithë njerëzit e njëjtë. Dhe secili prej njerëzve është, si më thon, botë në vete. Secili prej njerëzve është i cili ndryshon nga tjetri për arsye se janë kanë do rrethana që e kanë bërë që ai me dallu pe tjetrit. Ndoshta ai tjetri është i afër me ti, mirë po ka bërë që me pas një mendim ndryshe ose me pas një çështje ndryshe ndaj probleme. I pari për shembull është rrit në një vend, i ka trashëguar disa adete, disa zakone prej familjes së tij.
dhe nuk është dalë jashtë, nuk ka mësuar, nuk është dalë edhe jashtë mi kuptuar disa çështje. Dikush tjetër ka mësuar, ka lexuar. Dhe domethënë është e natyrshme me ndodh ndërmjet tyne ato domethënë mendimet e ndryshme, mosmarrveshjet, me pas ndonjë edhe nganjëherë edhe do një debat për arsye se nuk janë krejt pra njerëzit e njëjtë. Allah Azza wa Jall ka bërë që njerëzit për shkak të natyrës së tyre, të cilët kjo natyrë e tyre njerëzore është e ndryshme, dallojnë ka ana aspektit domethënë mendor, perceptimit të tyre, kuptimit të fjalëve të ndryshme dhe domethënë edhe rrethonat ku ai u rrit në atë vend që është rrit, këtu ndikojnë që ai domethënë me pas një qasje, me mendu pak më ndryshe se ai tjetri i cili ndoshta ose ka studiuar, ose ka mësuar, ose është rrit në një ambient pak më ndryshe. Prandaj nëse kthehemi edhe në citatet e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të vërim se këto tregojnë se diversiteti, mendimet e ndryshme janë diçka që domethënë është një çështje e paracaktuar nga Allahu Azza wa Jall. Domethënë Allahu Azza wa Jall ka bërë që njerëzit me pas edhe liri, vullnet, mirë po edhe me pas, domethënë çështje të ndryshme, ka natyra e tyre njerëzore ka bën që ata me pas edhe mendime të ndryshme. Dhe për këtë arsye, për shembull, gjejmë në Kur'an në ajete të ndryshme se Allah Azza wa Jall thot, për shembull të marrim një ajet kuranor thot: "Walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم." Thot Allah Azza wa Jall, sikur të dëshironte Zoti yt, do të bënte njerëzit të një feje. Do të bënte krejt njerëzit besimtar. Do të bënte krejt njerëzit që asnjëri prej tyre mos më kon jo besimtar. Krejt me adhuru Allahun Azza wa Jall. Kjo është, domethënë, fuqia e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, urtësia e tij, dëshira e tij, vullneti i Allahut Azza wa Jall ka bërë që njerëzit me kon të ndryshëm, pasi që edhe ju ka dhuruar dëshirë, domethënë vullnetin e tyre që secili ka të vullnetin, dhe për këtë arsye për shkak që njerëzit kanë vullnetin e tyre me përgjithë të mirën dhe të keqen, pastaj edhe krijimi i xhenetit, e xhehenamit dhe domethënë ekzistimi i gjërave të ndryshme, domethënë i djallit, e së keqes, së kështu, domethënë këto janë me një urtësi të caktuar. Dhe për shkak të kësaj urtësie, pra Allah Azza wa Jall ka bërë që njerëzit mos me kon të njëjtë, mos me kon të një feje, mos me kon, domethënë, kapi tyre që janë besimtar. Allah Azza wa Jall ka lënë të lirë për me përzgjedh. Apo don ti, kjo është, domethënë, Islami, kjo është besimi në Allahun Azza wa Jall, që duhet më ushtruar Allah Azza wa Jall, duhet me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si profet. Je lirë me përzgjedh. Ai tjetri, domethënë, nuk e përzgjedh diçka tjetër. Pra kjo që Allah Azza wa Jall ka bërë që njerëzit domethënë me pas vullnet, edhe me mos me qenë të një feje, është se domethënë për shkak të urtësive të ndryshme që disa mundën me i ditë, disa mundën mos me ditë, po disa i përmenda unë. Disa për urtësive të ekzistimit të mendimeve të ndryshme, por edhe ideologjive të ndryshme apo edhe fejve të ndryshme. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah Azza wa Jall kish sikur të donte Allah Azza wa Jall kishte më bënë njerëzit këtë njëjtë. Të një feje. Mirë po, thot Allahu Azza wa Jall thot, ata i vazhdimisht janë në kundërshtime të mes vete. Do thonë dikush beson Allahun Azza wa Jall, dikush nuk e beson Allahun Azza wa Jall, dikush i nështrohet, dikush nuk i nështrohet, dikush ka një mendim pak më ndryshe, dikush nuk ka një mendim tjetër. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Përveç ata të cilin Allah Azza wa Jall e mëshiron. Walidhalika khalaqahum. Edhe për këtë i ka krijuar Allah Azza wa Jall. Se për këtë kësana fjales, walidhalika khalaqahum, për këtë i ka kriju Allah Azza wa Jall, dhe thënë çka është për qëllimi, ka ardhur një fjalë tavusit, sepse ka më shumë se sa një mendim, po du me përmend një fjalë të tavusit i cili ka qenë nxënësi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Kanë qenë dy persona duke bërë debat mes tyre, edhe i nxej ashpër në debat. Edhe ky ka ndalu. Ka thënë bën shumë debat, ndaluni. Ka thënë po kjo është e mira, nuk ka thënë Allahu Azza wa Jall, domethënë se walidhalika khalaqahum, na jena kriju për çto. Me bë debate, me pas mendime të ndryshme, me përçon mes, ka thënë tavusi, ka thënë kedhebt. Ka thonë gëny për Allahun Azza wa Jall. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, ka përmend këtë ajet kuranor, ka thonë lam yakhluqhum liyakhtalifu walakin khalaqahum liljama'ati warahma. Allahu Azza wa Jall
nuk i ka kriju njerëzit po më përqa. Po i ka kriju njerëzit që të jenë të bashkuar, edhe i ka kriju njerëzit që të kenë mëshirë mes tyre. Ky ka qenë tefsiri i Tawusit ibn Kaysan, nxënësit Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, se përket këtij ajeti. Se ata dy persona ose njëri prej tyre ka kuptuar, ka keq kuptuar ajetin. Ai e ka kuptuar se njerëzit e ndryshëm, kanë mos pajtime, sepse nuk janë të njëjtë, ka mundësi me pas debate mes tyre, me pas mendime të ndryshme, dhe kjo është në rregull, bile kjo është, se ai i cili ka bërë këtë pyetje ose i cili ka përgjigj Tawusit, sikur se ka kuptuar që kjo është në rregull dhe Allahu Azza wa Jall është ai i cili urdhëron për këtë. Mirë po Tawusi ka dashur të kallëzojë se kjo është keq kuptimi i ajetit kuranor, për arsye se Allahu Azza wa Jall, edhe pse me urtësinë e tij i ka krijuar njerëzit në, të ndryshëm që kanë mundësi me pas, nuk ka mundësi me pas mos pajtime, mos marrëveshje, ka mundësi me pas përçarje, mirë po Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar që njerëzit me kon të përbashkë, me kon të unifikuar, me kon të pajtuar mes tyre, me atë mos pajtimet e tyre me zbutë edhe me ngushtu edhe mos me i lënë që me u zgjeru. Për arsye se në ajetet kuranore të shumta që do të përmendem më vonë ka ardhur kjo çështje. Pra, Allahu Azza wa Jall ka bërë që njerëzit me pas, aftësi të ndryshme, perceptime të ndryshme, dikush është më i dijshëm, dikush nuk është më i dijshëm, dikush rritet në ambient dhe i përthith ato ideologjitë apo ato zakonet, adetet që gjinen në atë vend, dhe mendojnë se vetëm çashtu do të më kon. Ai tjetri ka pak më ndryshe dhe ka mundësi këta mos marrëveshje, dhe kjo është, se më thon, urtësia e Allahut Azza wa Jall në krijimin e njerëzve në formën, të ndryshme, ajo forma aty, ajo çështja aty nëse ata i kanë natyrën njerëzore kështu, dikton që ka mundësi me pas ndonjë mosmarrëveshje. Thot Allahu Azza wa Jall po ashtu në një ajet kuranor, "Walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau sha Allahu maqtatalu walakin Allaha yaf'alu ma yurid." Thot Allahu Azza wa Jall, sikur të donte Allahu, nuk do të mbyteshin ata ndërmjet vete. Ata që ishin pas tyre, pasi që atyre pa të zbritur argumentin, nuk kishin me luftu njëri tjetrin pasi që kanë ardhur argumentet, por megjithatë u përçan. Pa të mendime të ndryshme dhe u përçan, dhe pastaj pe këtyre ka që besuan, e pe këtyre që ka që nuk besuan, se se mendime të ndryshme edhe kjo çështje që njerëzit me pas diversitet është çështja e cila është e parashaktuar nga Allahu Azza wa Jall, mirë po është çështje që lidhet me kaderin e Allahut Azza wa Jall, po ajo çka është jemi të urdhëruar na fetarisht. A duhet më nënshtru kësajna? A duhet që me pranu këta? Sikurse që një njeri për shembull thotë tash nuk kam buk, edhe jam i unt. Tash më nënshtru kësajna dhe më thonë se tash nuk duhet me marr sebepet për me largu këtë uri ose këtë etje, nuk duhet me marr sebepet për me shku atje me lyp rrezikun. Kërkosh në dynja nuk e bën këta. Të gjithë njerëzit thonë se po ka një herë ka mundësi me nga udit uria etja, ose dikon në një vend caktuar për shembull me ardhe dhe armiku për shembull me pushtu atë vend. Mirë po, a janë njerëzit e mençur, ata të cilët i nështrojnë kësaj edhe thonë se kjo është kaderi Allahut Azza wa Jall, e tash nuk duhet na kurrë me bë, duhet me përballu këtë zullum. Jo, të gjithë njerëzit edhe në vendin tonë për shembull nuk ka mujt me përballu, dhe pastaj kanë dalë dhe kanë mundu me e largu duke marrë sebepet e gjithësume nga ana e Allahut Azza wa Jall. Pra në jetën e përditshme të gjithë njerëzit janë ata të cilët mundohen që me largu kaderin Allahut Azza wa Jall me kaderin Allahut Azza wa Jall. Çish kaderin Allahut Azza wa Jall me kaderin Allahut Azza wa Jall? Kjo është një thënie e Omerit, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kur ka shku Omer radiallahu anhu tek vendi Amwas, ose para se me hyjë në atë vendin Amwas në vitin 18 Hijretit, e pa të përshkru murtaja një vend në Sham. Dhe Omeri me disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa të shku dhe
pa të ndasht me hyn atë vend. Para se me arrit tek qyteti, i vjen haberi, vjen lajmi Omerit radhiyallahu anhu se aty ka ardhur mërtoja. Atëherë aty domethënë atë vend e ka godit mërtoja. Atëherë e pyet shokët e pejgamberit alayhis salam, mos din dikush diçka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjë hadith ose diçka që ka dëgju. Atëherë askush prej tyre nuk ka dinë ndonjë hadith. Mirë po i këshillu njerëzit e ndryshëm. Disa kanë thonë hyn se s'ka problem, edhe në qoftë na godet murtaja nuk ka problem. Disa prej atyne, domethënë atyne plesëve të vjetra të Kureshit, të cilët kanë pas edhe përvojë, kanë thonë mos hyn, mos rreziko me këta shokët e pejgamberit, shokët e tu, mos rreziko që me hyj atje pastaj me u bë sebeb që me vdek të gjithë. Pastaj ka ardhur Abdulrahman ibn Auf dhe ka pyetur dhe ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që nëse është murtaja në vend, atëherë mos dini për atin në vend, nëse merrni vesh se murtaja ka shku, domethënë ka godit në vend, atëherë mos hyni në atë vend. Domethënë si mos parandaluese për mos me hyjë në atë vend. Pra, edhe në fund ka thonë dikush ka thonë, po kjo është prej kaderit të Allahut azza wa jall? Ka thonë po, vetëm se na ikon prej kaderit të Allahut azza wa jall te kaderi i Allahut azza wa jall. Për këtë arsye na predim për shembull faktin se njerëzit kanë mendime të ndryshme për shkak të natyrës së tyre njerëzore të ndryshme, perceptive të ndryshme që ose dijes, aftësive të ndryshme, rrethave që janë rrit aty, marrjes së, domethënë çështjeve të ndryshme që kanë trashëguar nga etërit e tyre dhe të gjitha ato që mundën me ndikuar që njeriu me pas ndonjë mendim edhe tjetri me pas ndonjë mendim pak më ndryshe, po prapë kjo çështje, ky fakt, kjo domethënë që e cila është që ekziston duhet mi marrë sebepet që me largu ose me zbeh atë përçarjen ose mosmarrveshjet mes të njerëzve. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innahu man ya'ish minkum sayara ikhtilafan kathira. Kush ka me jetu pe juve pas meje, pas vdekjes time, ka thënë drejtu sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka me vrej që ka me pas shumë mospajtime mes tyre. Domethënë keni me pas shumë mospajtime. Wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Mirë po kaponi për sunnetin tim dhe për sunnetin e katër halifeve të drejtë. Addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatul umur. Domethënë ka udhëzu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka mundësi me pas mospajtime. Keni me gjithsesi keni me pas mospajtime ose keni me gjetë mospajtime pas vdekjes time. Mirë po çka duhet me vepru? Duhet që më ka për sunnetin tim dhe sunnetin e katër halifeve të drejtë që është për qëllim domethënë Abu Bekri radhiyallahu anhu, Umeri radhiyallahu anhu, Uthmani radhiyallahu anhu, edhe Aliu radhiyallahu anhum. Domethënë ka udhëzu që me marr shkaqet për me zbej mos pajtimet edhe me zbej mos marrveshjet në mënyrë që mos me shkaktu pastaj përçarje ose mos me ndiku kjo që me shkaktu përçarje. Domethënë këto ishin disa gjëra me rëndësi që kanë të bëjnë me mos pajtimet ndërmjet njerëzve në përgjithësi dhe mos pajtimet nganjëherë edhe ndërmjet dietarëve, mirë po më vonë pastaj me lejen e Allahut azza wa jall do të sharojmë disa prej çështjeve se kur një çështje për të cilën kam mos pajtim dietarët është pranuar dhe nuk ka problem, ka mundësi me pas një mendim ndryshe. Kur një çështje ose një mendim është i papranuar, është khilafi që nuk është i pranuar, sepse i kundërshton tekstet e qarta ka Kurani nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nganjëherë mundet me ndodhë që me pas mundësi me u kuptu tekstin më shumë se sa një mënyrë, dikush e kupton kështu në bazë të disa rregullave, dikush ashtu, në esencë bën që ka mundësi me pas mundësi domethënë rreth një çështje me pas më shumë se sa një mendim. Edhe kjo më kon çështje domethënë normale. Mirë, po është ai fanatizmi ose është ai egoja e cila bën që njerëzit, domethënë për shkak të atina mospajtimi, me bëj që pastaj me amor inatin njëri tjetrin, me shkaktu kjo përçarje, me kthy shpinën njëri tjetrit, mos më fol, me akuzu tjetrin, me ofendu tjetrin e kështu me radhë. Pse? Për arsye se domethënë shkak të fanatizmit, qoftë në dhabor ose qoftë ndaj një hoxhe, ndaj një sheh, ndaj një çështje, domethënë ndaj një grupi të caktuar, apo për çështjet e tjera. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.